Dje në Kosovë ishte shefi i dialogut Sorensen, por ndërkohë ashtu si qeveria duhet pres, edhe dialogu duhet pres. Ndërkohë për situatën pra në Prishtinë, por edhe në Serbi situata nuk është e qetë me protestat kundër Vučićit. Pra, muajt përpara nuk është se presim ndonjë zhvillim. Aq më tepër edhe ata që shpresonin që SBA mund të jepte një shtytje, Trumpi se ka mendjen fare, aq më tepër marrëdhëniet mes Brukselit dhe Washingtonit. Ndoshta kjo mungesa vëmendje se Trumpi tash është pozitive, ndoshta për momentin duke pa qasjen e tij dhe zhvillimet në anën botën globit fakt. Dhe në këtë moment unë kam dyshimet e mia nëse do të ishte pozitive apo do të ishte negative përfshirja e administratës Trump në zgjidhjen e kontestit në Serbi. Megjithatë, ashtu siç e thatë edhe ju, momenti është paksa i tensionuar, pra në Serbi kemi këtë valë masive të protestave që e kanë cenu paka shumë ndoshta qeverinë atje edhe presidentin Vučić, ndërsa në Kosovë ende jemi në këtë situatë pasgjedhore, pra kur po presim me themelu një qeveri të re dhe me ditë se çka do të jenë prioritetet e kësaj qeverie për 4 vitet e ardhshme. Dialogu është thënë që është një prej proceseve më të rëndësishme dhe patjetër që është proces i rëndësishëm veçanërisht për Kosovën, për shkak se është një mjet përmes cilit Kosova synon me e zgjidh përfundimisht kontestin e Serbinë dhe me e siguru përfundimisht njohjen e saj të plotë ndërkombëtare edhe konsolidimin e saj në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, kjo nuk e pengon asesi Kosovën që të angazhohet në procese të tjera paralele, siç është procesi i antarësimit në Këshillin e Evropës, po dhe procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, në të cilat Kosova, si me thonë, ka obligime të një anshme të cilat duhet të shtyhet përpara në mënyrë që të arrijë antarësimin. Për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria të themelohet sa më shpejt, veçanërisht për shkak të sesionit plenar që Këshilli i Evropës zakonisht e mban në maj, pra është sesioni pranveror, dhe ku Kosova prapë synon ose ka shpresë që të jetë pjesë e agjendës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Duke parë lëvizjet globale, duke parë ndryshimin e rrethanave, mendoj që kjo është ndoshta një nga shanset e fundit reale që Kosova mund të antarësohet në Këshillin e Evropës. Çdo vonesë tjetër do të paraqiste rrezik të jashtëzakonshëm fakt për mundësinë e antarësimit në Këshillin e Evropës. Dhe po përmend Këshillin e Evropës për shkak se është një prej organizatave më të rëndësishme ndërkombëtare ku përfaqësohen shtetet sovrane në mënyrë të barabartë, dhe kjo do të ishte një arritje e jashtëzakonshme mbase më e madhja që nga shkalla e pavarësisë për Republikën e Kosovës. Veçanërisht këtu e mendoj konsolidimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës, pra uljen në një sallë të përbashkuar dhe të barabartë në gjitha shtetet e tjera evropiane. Zoti Osmanaj, ju pak më lart u shpreh dyshues nëse Trumpi mund të përfshihet në këto momente te Kosova, por njëri nga pjesëtarët e familjes, djali i tij, Donald Trump Jr., pra ishte pak ditë në Beograd. Harta, deklaratat për bombardimet, etj. Ishin deklarata realisht të forta. Vinin edhe nga familja e presidentit. Por në Prishtinë, Osmani, Kurti, por edhe në Tiranë këto deklarata pra kaluan në heshtje. Pavarësisht se ishin të forta. Po, normalisht ishin të forta, ishin pak edhe shokuese, me thënë drejtën, për shkak se përveç qasjes se djalit të presidentit Trump më ndryshe nga administratat e mëhershme të Shtetit të Bashkuara, në farë forme e delegitimoi edhe intervenimin e NATO që ka ndodhur vitin 99, dhe kjo mendoj që përbën një rrezik të jashtëzakonshëm për gjithë rajonin, për shkak se këtu janë disa të vërteta, të cilat janë absolute dhe pra nuk kontestohen, duke filluar nga gjenocidin në Bosnjë, në Srebrenicë, në mas në lufta dhe spastrimi etnik e gjenocidin në Kosovë dhe intervenimi i NATO-s pa që ka qenë puro intervenim humanitar. Në momenti kur këto të vërteta kontestohen, atëherë po kontestohet i gjithë rendi juridik dhe politik ndërkombëtar, pra që është i bazuar mbi disa vlera dhe mbi disa norma që është nga lufta botërore. Mendoj që në këtë kuptim është paksa e rrezikshme qasja e Donald Trump Jr., veçanërisht vizita e tij në vendin tonë fshinjtë të Serbisë, por këtu më duhet të them se këto raporte ose këto marrëdhënie që duken më të afërta me qeverinë e Serbisë
kanë një farë background ose kanë një farë pavije ekonomike, pra kanë interesa ekonomike, të cilat i kemi pa gjatë viteve të kaluara në Beograd. Dhe duke parë Trumpin pra si një president që ka background të një biznesmeni dhe ka një qasje pra puro biznesmeni transakcionale, atë kjo paksa e vë ndoshta në rrezik të gjithë procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shkak se tash është krijuar një momentum i ri i cili do të tentohet të shfrytëzohet nga Vučić dhe nga shteti serb. Unë shpresoj shumë që në gjithë këtë kataklizm, si më thon, Brukseli dhe BE-ja do të intervenojë dhe shtetet evropiane do të jenë më aktive, pra në marrjen e një roli më aktiv në zgjidhjen e kontesteve në Ballkan, po edhe duke i ofruar një perspektivë më kredibile të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për shkak se kjo është formula dhe mënyra vetëm se si këto vende mund të angazhohen drejt zgjidhjeve të qëndrueshme të kontesteve dyfaqe që kanë mes tyre. Pra, ne kemi pasur momentin kur ka pas perspektivë kredibile, kur si Kosova, si Serbisë janë ofruar benefite të qarta, atë të dy palët janë angazhuar seriozisht në parafrimin e qëndrimeve të tyre dhe në gjetjen e zgjidhjeve dhe arritjen e marrëveshjeve të qëndrueshme. Mirë po, prej vitit 2014 të tutje, pra kur ka pas një farë zbehje të perspektivës evropiane për Ballkanin Perëndimor, kemi pasur edhe këto dy vende pa kanë hezituar dhe disi janë larguar, se me thonë, nga i gjithë procesi i përmirësimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Edhe diçka të fundit kam sot, është firmosur një marrëveshje trepaqe për mbrojtjen nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova, por në këtë momentum të ri, SBA-ja është e pazëvendësueshme, por Kosova i bie që tani realisht mbështetet pas SBA-s tek Turqia. Po unë mendoj që janë disa partnerë kryesorë në të cilët Kosova duhet të mbështetet. Kosova vetë se ka marrëdhënie të mira me Turqinë, ka marrëdhënie të mira me Britaninë e Madhe, që duhet t'i kultivojë me tutje, dhe ka marrëdhënie të mira edhe me Kroacinë këtë rast, normalisht edhe me Shqipërinë. Pra janë disa alianca me vende të fuqishme ose vende të rëndësishme edhe brenda aliancës së NATO-s, të cilat Kosova duhet t'i kultivojë, por nuk do të mjaftohet vetëm në nivelin ushtarak. Pra duhet të zhvilloj marrëdhënie edhe ekonomike, pra të nxjisë investime nga këto vende, pra që të kemi një parafrem edhe ekonomik, veçanërisht me vende si Britania e Madhe. Është e rëndësishme që në këto rrethana, siç e theksuat edhe ju, pra kur mbështetja e Shteteve të Bashkuara nuk mund të merret më e mirëqenë, që Kosova të filloj dhe të zhvilloj marrëdhënie më të afërta me këto vende të tjera, pra të cilat janë miqë të Kosovës dhe të cilat e kanë përkrah pavarësinë në mënyrë të pakushtozuar të Kosovës. Kosova i ka avancuar marrëdhëniet e saj veçanërisht në nivelin ushtarak me Turqinë, që mendoj që është diçka pozitive. Dhe të njëjtën gjë duhet asnjëherë ta bëj, siç e thash, edhe me aleatet e tjera që janë të rëndësishëm, e veçanërisht e vë theksin te Britania e Madhe, e cila është një prej antarëve, kisha me thonë, më të rëndësishëm të NATO-s në kontinentin tonë. Unë besoj dhe shpresoj që qeveria e jashtme do të fokusohet dhe të ketë prioritet forcimin ose zgjerimin e këtyre aleancave, për shkak se po shohim që në rrethanat e ditëve të sodit, kur po ndodh një rrështim global, ndoshta i papritur, i paimagjinuar disa vite më herët, Kosova duhet të arrigjej veten, pra të tentojë që të forcojë marrëdhëniet me aleatet e saj, po edhe të tentojë që të qartëzoj çka janë prioritetet e saj dhe ku duhet të fokusohet. Derisa vitet e kaluara prioritetet mbase mund të ketë edhe të tjera, tashëtutje, mandatin e ardhshëm qeveria, pra përveç normalisht problemeve të brendshme siç janë inflacioni, papunësia e tjera, do të fokusohet dhe të ketë fokus të qartë të veçantë në rirreshtimin e saj, ndoshta apo edhe në forcimin e këtyre aleancave, në mënyrë që ta ketë mbështetjen e këtyre vendeve të rëndësishme brenda jashtë kontinentit. Zotë Osmani, faleminderit shumë për analizën politike dhe të sigurisë. Faleminderit shumë, kënaqësi.